Në familjen e të ndjerit Mustafa Hetemi, i cili vdiq në rrugën magjistrale Gjilan Ferizaj, është mbyllur e pamja. Por familjarët duket se nuk do të heshtin rastin e tij pasi pan pamjet e transmetuara në ditën e vdekjes së tij në rrjetet sociale, ku shihej se kishte probleme pavarësisht se ishte i shtrirë në rrugë dhe nuk i ofroi ndihmë asnjëri nga kalimtarët e rastit. Gjendemi këtu para shtëpisë të ndjerit 68 vjeçarit Mustafa Hetemi, i cili 6 ditë më parë ka ndruar jetë në rrugën magjistrale Gjilan Ferizaj derisa po shkonte për kontroll te mjeku. Realisht asnjë nga familjarët e të ndjerit nuk ka pranuar të flasë para kamerës, por mbrapa kamerës, bashkëshortja e të ndjerit ka thënë se do të bëj padi kundër të gjithë atyre që nuk e kanë dëmuar bashkëshortin e saj. Bashkëshortja e të ndjerit post qytetarëve që nuk i ofruan ndihmën ka akuzuar edhe ekipin emergjent për vonesë. Në anën tjetër, këtë gjë po e mohojnë në qendrën e reagimit të shpejt në Gjilan, duke thënë se për këtë nuk ndihen fajtor mantelbardhët, pasi sipas tyre e kryen punën si duhet. Sikur thirrjet kishte qenë më herët, sigurisht se ekipa jonë kishte me arrit me kohë vendin e ngjarjes dhe ndoshta do bëj diçka më shumë. Por fatkeqësisht do thotë në bazë pamje filmike që i keni pa nëpër që kanë qarkulluar nëpër mjetet e informimit, nëpër portalet e ndryshme, aty shihet se qytetarët reagojnë me vonesë dhe kjo është pasojë e asaj, do thotë edhe na sigurisht që kena shku mandej thirrjen kur e kena marrë. Sa më herë që kishim rrinë na gjasat për mbijetesë për pacientin kanë qenë më të mëdha. Sa më herë, domethënë, koha e ardhur domethënë llogaritet brenda 10 minutave me pas marrë. Domethënë prej se ka ndodhur problemi me pacientin. Edhe policia thotë se shpejt kishte mbri në vendin e ngjarjes, por siç na thanë disa qytetarë, emergjenca ishte thirrur me vonesë. Policia e Kosovës është njoftuar përmes qendrës emergjente këtu në Gjilan dhe njësitë sektoriale me urgjencë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Nga hetimet e para është mësuar se në vendin e ngjarjes është gjetur një person pa shenja jete, janë të punuar intensivisht që ta identifikojnë dhe ta zbardhin deri në detale këtë rast që ka qenë një rast mjaft i rëndë. Prokurori i këtij rasti Agronuka përmes postës elektronike ka sqaruar për televizionin tonë se si specifikon ligji këto raste. Hetuesit me shkrim kanë marrë autorizim nga prokurori me urgjencë të hetohet rasti të identifikohen kryesit që të njëjtit të dalin para drejtësisë. Sa i përket ndëshkueshmërisë, kjo vepër është parapa në nenin 191, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Dënimi për këtë vepër është parapa prej 1 deri në 8 vjet, e cila vepër paraqet cënimin e normave morale dhe normave të shoqërisë, të cilat kërkojnë një solidaritet përkatësisht dhënë një ndihmë personave të cilët gjenden me rrezik për të humbur jetën.